thuhet që këtë vit Shqipëria ka buxhetin më të madh që ka pasur ndonjëherë për të investuar për performancën e saj. Vlera thuhet që ka arritur deri në 150.000 euro. Sa e vërtetë është kjo? Jo, nuk është as pak e vërtet, pra nuk ka një investim ekstra nga RTS-ja për shkodrën elektronike, pasi buxhetet mjaftojnë shumë kohë më përpara, para se të dihet se kush do ta fitojë festivalin. Buxheti i RTS-s është i njëjti që ka qenë në 5-6 vitet e fundit, zakonisht shtohet me nga 5-10.000 maksimumi euro në vit, pra në qoftë se këtë vit buxheti ka qenë diku te 100, nëse unë nuk e di fare mirë, me herë po s'kam dëgjuar, buxheti ka qenë diku te 160.000, të cilat ne nuk i kemi harxuar të gjitha, kemi harxuar diku te, në qoftë se s'gabohem, diku te 107, 140. Unë jam Artemisa dhe ju ftoj të shkoni në YouTube Andale AL për të parë episodin e plot të WTF Show.